citati kuranor që flet drejt për së drejti për njërin prej institucioneve më madhështore në mesin e njerëzimit është citat që paraprakisht do ndoshta me i cek që Kurani është i mbushur me citate kuranore wa min ayatihi dhe prej fakteve, argumenteve të krijuesit, khalqus samawati wal ard, krijimi i qiejve dhe i tokës. Në këtë formë që imagjino do të krijimi 7 qiejve. Imagjino do se sa galaktika do të sot shkenca i vërteton. Për mi do të një numër që s'ka mundësi do të njeriu me perceptu. Në bazë të kësaj, të njëjtën formë citati kuranor kur flet për institucionin familjar apo do të për jetën bashkëshortore, thot wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja min anfusikum azwaja. Dhe prej argumenteve të tija shkoqitëse, prej argumenteve dhe fakteve të tija mbi ekzistimin e tij, është që ka krijuar nga vetë lloji juaj bashkëshorte, liteskunu ileha, që ju do të gjeni preje tek këto. Dhe realisht këto do të ky citat kuranor do të e thekson apo i çet në vetë do të 3 premtime që nëse njeriu do të e mediton këtë citat kuranor dhe e ndërton jetën bashkëshortore mbi këtë citat kuranor, ai do të ketë një jetë të lumtur, saqë mundesh me thonë do të pa asnjë diskutim, njeriu do të i till bashkëshorti dhe bashkëshortja e bën do të një xhenet që i përgjason do të xhenetit botës tjetër. Citati kuranor vazhdon kështu duke thënë wa ja'ala bainakum, dhe Allah është ai i cili krijon, do ja'ala bimana khalaqa. Dhe Allah është ai i cili krijon mawadda, do dashuri, wa rahma dhe mëshirë. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Më të vërtetë do në këtë madhështi, në këtë mrekulli, në këtë argument ka argumente shkoqitëse për ata të cilët meditojnë. Dhe paraprakisht çdo bashkëshort para se të martohet dhe çdo bashkëshorte para se të martohet, realisht njëri tjetrit i dhënë premtime, dhe premtime do të mëdhaja. Edhe pse citati kuranor do të ka quajtur për shembull kur ka thënë do të për betimin dhe premtimin e pejgamberëve ka quajtur do të mithaqun ghalidha. Do të njëjtën formë ka thënë që kur un i kam thënë bashkëshortes sime se un po të martoj ose po e martoj do të vajzën tënde realisht i është dhënë një betim shumë i madh. Mithaqan ghalidha, do të mithaq që do të një premtim dhe një betim shumë i madh. Dhe nëse njeriu e ndërton do të jetën mbi këto premtime, pa asnjë diskutim, ai e jeton do të periudhën më të mirë, apo do të arrin që gjatë kësaj jete bëhet njëri për njerëzve do të më të suksesshëm. Për shembull do të dietarët kur flasin se sukses nuk ka do të pjesërisht. Mirë, po suksesi do të më qenë i përgjithshëm. Për me qenë një njeri i suksesshëm, ai do të patjetër të plotësoj do të 4 elemente apo 4 shtylla kryesore që nëse do të njëra prej këtyre do të ka problem, atëherë suksesi nuk është i përsosur. Suksesi i parë që njeriu me qenë i suksesshëm dhe me kuptu do të realitetin se pse është ardhur në këtë botë, është që bëjnë marrëdhënie të mira me krijuesin e 7 qiejve. Dhe këto është temë në veti. Suksesi i dytë apo do të ajo shtylla e dytë të jetë i suksesshëm në jetën bashkëshortore. Saktësisht në jetën bashkëshortore, duke filluar do të spari do të me bashkëshortën dhe me trungun familjar. Për të jetë i suksesshëm me rrethin familjar, me njerëzit në përgjithësi e sidomos me shokun e jetës. Shpirti do të me bashkëshortën apo do të me bashkëshortin. Dhe shtylla e tretë që njeriu do të me qenë i suksesshëm që do të moralizu, është që me qenë i suksesshëm në punën që ai e ka zgjedhur me dëshirën e tij. Profesionin që e ka zgjedhur ti, që ai atë punë me bë do të mision, jo vetëm profesion, jo vetëm punë. Dhe e katërta është që me qenë i suksesshëm në shëndetin e tij. Nëse ndonjëra prej këtyre është defekt, atëherë edhe suksesi i njeriu është në pikpyetje. E sidomos nëse është në defekt jeta bashkëshortore, thyhen premtimet. Do të thyhen premtimet që ti e ke dhënë do të bashkëshortes para se që e ke martu. Thyhen do të gjatë jetës bashkëshortore, s'ka dyshim se atëherë do të dalin më të vërtet kriza të shumta dhe kriza bashkëshortore është një prej krizave dhe një prej sprovave që do të zgjedhje me mençuri.